Pas më shumë se 3 dekadash me gropa, balë dhe vështirësi të vazhdueshme për banorët, ka nisur asfaltimi i rrugës Isak Newtoni në qytetin e Lezhës. Investimi i shumë pritur do të shërbejë rreth 20 familjeve duke përmirësuar ndjeshëm infrastrukturën e zonës dhe krijuar kushte më të mira për qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve. Punimet u inspektuan nga kryetari i Bashkisë Lezhë Pirindreu, i cili bëri të ditur se investimi nuk do të ndalet vetëm asfaltimin e rrugës, por do të pajiset edhe me ndriçim publik, duke arritur sigurinë dhe cilësinë e jetesës për banorët e kësaj zone. Rrugë për cilën vetëm zotnia jam ka shkruajt një 10 herë. Tani duhet më kujtu se ajo bashkia është gjetur me 4.6 milion euro borxh. Kemi 1200 vet aty. Se i harroni që 600 nuk vishin hiç mëshën rrogën. E na ra tërmeti, e pandemia, e kriza ekonomike, ne kemi kalu një fazë shumë të rëndë në kuptimin financiar në bashki. Pra, unë vetëm një vit e gjys kam pa borxhe dhe kam fillu me lekët e mia tashmë duke shëru komplet problematiken e qytetit të rrethинave për ta kthyer në normalitet. E ky projekt që ju keni menduar se unë kam harru, e unë se kam harru në fakt. Ky projekt është pjesë e asaj që po bëjmë ne për transformimin e gjithë zonave në qytet rreth saj edhe në fshatra. Ky projekt do të vazhdojë, nuk është një projekt që ndalet këtu, do ketë ndryshim, do ketë edhe problematikën e ujit do ta zgjidhim, nëse ka një problem, do t'i marrim një e një në dorë, sepse ju konsideroni lagje qyteti, ju nuk keni më një lagje periferike. Dakor? Kështu që kam gjuhë edhe kështu para gjykime, ja s'do me na bon, ja s'ka qef me na bon, ja pa ne ja bon. Ky investim është pjesë e ndërhyrjeve që Bashkia e Lezhë realizon në infrastrukturën rrugore, me synim përmirësimin e kushteve të jetesës në lagje dhe zonat e banuara, përmes rehabilitimit të rrugëve që prej vitesh kanë qenë njerëz standardeve.